Horoskopi 19 maj 2026 e martë. Dashi. Për ty kjo ditë është shumë e mirë. Gjërat do të ecin vaj në bisedë. Mërkuri dhe Plutoni po sinkronizohen dhe ti mund të marrësh lajme të mira mbase ndonjë vlerësim që e prisje prej kohësh. Fjala jote do të ketë peshë dhe do t'i bindesh të tjerët pa u lodhur fare. Më vonë gjatë ditës, ky aspekt planetar të shtyn të rregullosh marrëdhëniet me miqt dhe të rifreskosh disa synime të vjetra. Do ta kuptosh vetë se cilat zakone të prapambetura duhet i hedhësh pas krave për të ecur përpara. Një lajm që do të vijë do të jap një avantazh të madh. Koha me fat 10:30 deri 12 e paradite është një moment fiks për të bërë telefonatën e rëndësishme. Ngjyra me fat e kuqe e ndezur. Demi. Që në mëngjes do të ndjesh një qetësi shpirtërore dhe intuita jote do të jetë në kulm. Lidhja e fshehtë e Mërkurit në shtëpinë tënde të nëndërgjegjes bën që ti t'i lexosh njerëzit si libër i hapur, prandaj askush nuk të gënjen dot. Kjo ditë është fantastike për të rregulluar punët e lekëve dhe biznesit. Në ndikimin e Plutonit të transformimit, nëse ke patur një problem që të mundonte sot do të gjesh fillin dhe do e mbyllësh një herë e mirë. Ka ardhur koha të rritësh vlerën e vetes dhe të fitosh më shumë. Koha më me fat është pas dite vonë, pas orës 16:45. Ngjyra me fat është e verdhë. Binjakët. Binjakët duken të pandalshëm. Sharmi dhe mençuria juaj bën dritë kudo që shkon. Njerëzit do të kërkojnë mendim dhe do të adhurojnë për idetë që jep. Trini i madh celestral midis Mërkurit në shenjën tënde dhe Plutonit inteligjent do të thotë se do të zgjidhësh çdo lloj nyje që të ka mbetur pezull. Në dashuri dhe në miqësi do të gjesh gjuhën e përbashkët shumë shpejt me një marrëveshje që ju nderon të dy palët. Planetet po punojnë vetëm për ty sot. Koha e fatit mesdita. Ngjyra me fat është e bardhë. Gaforja. Për gaforën është një ditë e mirë, do të kuptosh shumë gjëra rreth e kaluarës tënde, do të çlirohesh. Mërkuri i vendosur në prapaskenat e qiellit po bën aleancë të fortë me Plutonin, prandaj në punë dhe karrierë je numri 1 dhe askush s'ta merr dot. Një mbështetje e fuqishme mund të kesh nga njerëzit që nuk i mendoje qoftë dhe në fshehtësi. Nëse ke bërë një bisedë të rëndësishme, bëhe sot, sepse ky aspekt planetar të jep fuqi të madhe bindëse. Mendja jote do të pjellë ide të reja që do të hapin dyer të mëdha. Koha me fat është mbasdite vonë. Ngjyra me fat e bardhë, qumshi dhe argjend. Luani. Luani duket se është i prirur të ndërtoj ura të fuqishme. Çdo bisedë e ashpër do të zbutet dhe do të shkojë siç dëshiron ti. Fal impulseve të mira të Mërkurit tek miqt dhe aspektit të tij me Plutonin te sektori i marrëdhënieve me njerëzit, do të merresh vesh dhe me sy. Ti do të jesh ai që i frymëzon të tjerët dhe do të ndihmosh që të hapen me ty. Sot mund të kesh vizione të reja për të ardhmen, do të kuptosh saktësisht se çfarë kërkon nga lidhjet e tua. Ndryshimet që po vinë në mendjen tënde do të çojnë përpara. Koha e fat paraditja, rreth orës 11. Fjala jote ka peshë. Ngjyra me fat është ngjyra bojdeti dhe e zezë. Virgjëresha. Virgjëresha ka terren sot. Do të mësosh gjëra me shumë vlerë për njerëzit që të rrethojnë dhe qëllimet e tua. Me Mërkurin që qëndron krye lart në majën e qiellit tënd në shtëpinë e karrierës dhe që koordinohet me Plutonin, je në një ditë perfekte për plane financiare, marrëveshje biznesi dhe për të zgjidhur disa probleme të vështira. Nëse ke ndonjë konkurrent në punë, sot do t'ja kalosh 2 hapa para. Ti di të lexosh mes rreshtave dhe asgjë nuk të shpëton nga syri. Koha me fat është rreth orës 9 të mëngjesit. Futu punës direkt se atëherë ke mendjen tepër të mprejtë. Ngjyra me fat kafe hapur dhe bezh. Peshorja. Peshorja në këtë ditë do të gjejë qetësinë dhe forcën. Shkrimi, biseda dhe mendimet do të shërojnë shpirtin.
Aspekti fantastik mes Mërkurit në shtëpinë tënde të nëntë dhe Plutonit të ndihmon të mpresh syrin për investime dhe pazare të mira. Do të kesh një pasion të madh për një projekt apo një ide dhe do të kesh fuqi të mëdha për të udhëhequr dhe të tjerët. Lëre veten të qetë pa presion. Lajme të mira janë rrugës për tek ti. Koha e fatit është midis orës 15 deri 16:30. Ngjyra me fat është blu qielli. Akrepi. Akrepi do të përpiqet të zbulojë disa të vërteta të mëdha. Biseda të sinqerta nga zemra do të bëjnë të kuptosh gjithë pasqyrën e situatës ku ndodhesh. Plutoni, udhëheqësi yt i fshehtë, po bën një vallëzim me Mërkurin në paratë dhe sekretet e tua. Ka shumë mundësi të kesh një rritje të lehtë financiare. Do ndihesh më i fuqishëm në shtëpi dhe në marrëdhëniet e tua intime. Një bisedë sekrete ose shumë personale do të sqarojë gjithçka dhe do të heqë një barë të madhe nga supet. Koha me fat është mbrëmja. Ngjyra me fat e zezë dhe e kuqe e errët. Shigjetari. I dashur shigjetar, një mundësi e artë është sot për ty. Lidhjet me njerëzit do të sjellin fat dhe dyert të hapura. Mërkuri përballë shenjës tënde po lidhet fuqishëm me Plutonin dhe njerëzit dëgjojnë ty me gojë hapur, të mbështesin në çdo ide. Bisedat me partnerin apo me një mik të ngushtë do të sqarojnë mendimet e tua dhe do të çojnë në një tjetër nivel mirëkuptimi. Negociatat që bën sot janë të fituara nga ty. Yjet të kanë dhënë çelësat e suksesit. Koha e fatit 14:30 deri në 15:45. Ndoshta mund të arrish një marrëveshje të mirë. Ngjyra me fat e purpur. Britsjapi. Britsjapi do të gjejë harmoninë e munguar. Punët e përditshme dhe shëndeti janë mirë. Shtrirja planetare e Mërkurit tek punët e përditshmërisë lidhur me Plutonin tek lekët bën që bisedat të rrjedhin pas forcim. Do ndihesh i lehtësuar sikur po heq një peshë nga ndërgjegja. Është një ditë ideale për t'ju futur projekteve të reja dhe për t'u mbushur me energji. Me pak durim do bësh përmirësime të mëdha në rutinën tënde dhe do kujdesesh për veten ashtu siç duhet. Koha me fat është paraditja 8:30 deri në 10. Ngjyra me fat gri e errët ose gri metalizato. Ujori. Ujori do të jetë në qendër të vëmendjes. Dita nis me një dëshirë për qef, muzikë dhe argëtim. Mërkuri në shtëpinë tënde të dashurisë po bën një lidhje bombastike me Plutonin dhe kjo të jep një magnetizëm të jashtëzakonshëm sot. Fati do të buzëqesh në dashuri dhe takime romantike. Reklamimi i punës tënde apo fjalët e mira që po qarkullojnë për ty mund të sjellin fitime. Ke një dëshirë të madhe për të shprehur veten dhe askush nuk të ndal dot. Koha me fat 17 deri 19. Ngjyra me fat është blu. Peshqit. Peshqit do të shkojnë thellësisht gjërave. Sot do t'i shprehësh ndjenjat dhe mendimet në një imagjinat që do t'i prek të gjithë. Aspekti Mërkur-Pluton prek shtëpinë tënde të familjes dhe sekreteve të shpirtit. Kjo të jep një forcë të madhe për të fituar gjithçka mbi dëshirat e tua. Bisedat me familjarët do të japin shumë ngrohtësi, por bëu gati sepse do të zbulosh disa informacione shumë të rëndësishme që mund të ndryshojnë mënyrën e të menduarit, por për mirë. Koha me fat është mbrëmje 7:30 deri në orën 21. Për sa i përket ngjyrës me fat, e gjelbër deti ose e kaltër e thellë. Ne ju urojmë të gjithëve të keni një ditë sa më të mbar.